ka sot mendime ndryshme, kur flasin për rilindjen, për ato, ka mendime ndryshme, që e pashtë këkun këto, ka për portale, dresha, atje shkruan të njeni që e një i ri, një djalë i ri, ku jeni jo nostalgjikët e rilindjes. Ja çka ka shkruar rilindja atë kohë, e ka gjetë një shkrim, e ka gjetë shkrimin për vrasjen e Jusuf Gërvallës me vllaun e me ato, dhe në rilindje qenë ka u vranë 3 emigrantë. Ja, ju në rilindje që keni ba. Njëni ja ke shkëthy mesazhin, edhe i thot, lezo mëre mirë, kështu që ka përshkruar në titull, Tan Jug, nuk është. Ajo është agjensi shtetënore për cilën i kanë qenë detyruar gazetat me marrë prej saj. Për ja shpjegon. Çka desha të them? Ka shumë mos njohje, nuk e njohin situatën, por shkrimtarët kanë bërë punë të madhe në kohën e hershme. Zatën në cila në shumicën e rubrikave në gazetes, revistave kanë qenë shkrimtarët. Dhe sot kur flitet për rilindjen, unë kështu e mendoj, do të mund ngrit në kam, se rilindja ka qenë një universitet, rilindja ka qenë, çka të thush pozitive, se rilindja ka qenë një shkollë, e sot ka njerëz që dalin edhe flasin kështu, unë habitem sepse kur të merren shkrimet që janë botu në gazetë, në atë kohë, ajo shka, sot s'ke gazetë fare, nuk ke, por atëherë për shembull të flitet për rilindjen kombëtare, të flitet për këta, t'jepen derisa në shkolla vështirë ke gjetën shpjegim për to, rilindja i ka ofruar edhe historinë kombëtare, edhe këto gazeta. Unë jo që i flas me nostalgji për rilindje, po them, rilindja ka qenë me një fjalë, ka qenë shkollë dhe universitet. Sigurisht.